paraja është bërë ai kuti ose njësia universale që jep vlerë çdo gjëje tjetër, deri edhe tek emocionet dhe tek pjesa më njerëzore. Dhe për mua është prekës të thuash që Shqipëria nuk shitet, sepse vlerën kryesore të sistemit kapitalist që është paraja në një farë forme ky slogan do ta përmbysi. Është gjithashtu një kthim pas në kuptimin e mirë, një kthim tek rrënjët tona, sepse mendoja sot ndërsa vija këtu që në vitin 1945, 95% e shoqërisë, domethënë gjyshrit, stërgjyshrit tanë, shqiptar, kanë jetuar në një marrëdhënie shumë të ngushtë me natyrën. Kanë qenë bujq, kanë qenë blegtor, kanë qenë kryesisht të lidhur me tokën dhe me natyrën. Dhe vlerat që ne kemi si popull, si njerëz, si komunitete, janë vlera që në fakt janë shumë thelbësore dhe shumë njerëzore dhe që kanë shumë pak të bëjnë me paran. Paraja është një gjë e re për ne si shqiptar dhe ka ardhur aq agresivisht sidomos në 35 vitet e fundit, duke na ndryshuar mënyrën edhe se si lidhemi me njëri tjetrin dhe se si ndërtojmë shoqërinë, sa të them të vërtetën na e ka sjellë në majtë të hundës, nëse mund ta them kështu. Dhe prandaj dhe ky slogan është vërtet përfaqësues i një brezi i cili nuk e do më paran si vlerë që i jep vlerë çdo gjëje tjetër.